Peshngritja Vllaznis duket e garantuar për një vazhdimsi pozitive. Kjo sepse në gjirin e ekipit kuqeblu përpos dy kampionëve dhe rekordmenëve tashmë të afirmuar, Antonino Mullisi dhe Samir Laxha bën pjesë edhe një grup të rinj të talentuar të cilët stërviten me plot pasion në palestrën e peshngritjes Asim Belinova të Vllaznis. Në prononcimin e tij, trajneri Artur Laxha i konsideron peshngritësit e rinj Klevis Bazi, Rajon Verrona, Samuel Kola, Ensar Proni, një grup të talentuar që premtojnë për të ardhmen. Krahas të tjerëve ai ndalet tek Ensar Proni, që sakrifikon duke ardhur çdo ditë nga Oblika dhe është i përkushtuar në procesin stërvitor, të cilin e konsideron kampionin e ardhshëm të peshngritjes shqiptare. Bën stërvitje bashkë me shokët dhe duke pa si Antonino dhe Semirin është një timu për këto moshat e reja. Ensar Proni është një ardhme e sigurt e sportit peshngritjes. Është një djalë që është i përkushtuar shumë dhe familja dhe shumë shpejt do të jenë një trashëgimtar i ekipit kombëtar. Pra do jetë një përfaqësues dinamitos i ekipit Vllaznia që do përfaqësojnë ekipin kombëtar. Po thosh tash i kanë tash pak muaj që kanë fillu, por Ensari bashkë me Klevisin po bëhen 2-3 vjet që janë në sportin e peshngritjes. Pra janë konsolidu si sportista, si Klevisi dhe Ensari janë sportista që do përfaqësojnë ekipin me të rit, ekipin e Vllaznis, po shpresojmë që dhe dy sportistët e rinj të bashkohen ekipit rritën si Semiri dhe Antoninos.